Pamjet e zjarrit që përfshiu një pallat pranë spitalit të Nën Tereza në Tiranë, treguan edhe një herë një problem të paralajmëruar prej vitesh. Evakuimi i shpejt shmangu tragjedinë, ndërsa zjarfiksit ndërhyen në kushte të vështira, shpesh pa pajisjet e nevojshme mbrojtëse. Edhe ndërhyrja nga ajri me helikopter nuk arriti të jap efektin e pritur, ndërsa dëmet materiale rezultuan të mëdha. Shkaqet e zjarrit mbeten ende të paqarta, por dyshohet se ai nisi në katet e para dhe u përhap me shpejtësi përmes fasadës. 8 persona, përfshirë zjarfiks dhe qytetar, morën ndihmë mjekësore. Ngjarja rikthen në vëmendje rrezikun e materialeve të përdorura në ndërtimet moderne, sidomos polistirolit, i cili sipas ekspertëve është i ndezshëm dhe mund të përshpejtojë përhapjen e flakëve, duke çliruar edhe gazra toksik të rrezikshëm për jetën. Ky shqetësim nuk është i ri. Organizata ACQJ ka paralajmëruar më herët për rrezikun e fasadave në ndërtimet e reja, ndërsa edhe Shoqata e Gjeodetëve të Shqipërisë e ka ngritur çështjen në kuvend që në vitin 2024. Megjithatë, mungesa e reagimit institucional dhe kontrolleve mbi ndërtimet vazhdon të jetë evidente. Autoritetet dhanë deklarata kontradiktore. Drejtori i zjarfiksve pranoi ndikimin e fasadës në përhapjen e zjarrit, ndërsa reagimet politike u panë më shumë si propagandë sesa zgjidhje reale. Edhe qëndrimet e disa zyrtarëve për strehimin e banorëve u kritikuan për mungesë ndjeshmërie. Ndërkohë, Edi Rama e trajtoi situatën si një çështje mes qytetarëve dhe ndërtuesit, duke premtuar rindërtim, por pa adresuar përgjegjësinë institucionale. Ky rast nxjerr në pah një problem të thellë. Paralajmërimet ekzistojnë, por përgjegjësia mungon. Deri tani, fatmirësisht janë shpëtuar jetë, por pasojat materiale dhe pasiguria mbeten alarmuese. Pyetja që shtrohet është: deri kur?